Vendimi i Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit që të largohet nga qeveria dhe koalicioni Vlen, ka shkaktuar reagime të mëdha në skenën politike. Akuzat e para erdhën nga partnerët e deridjeshëm, respektivisht nga koalicioni Vlen. Taravari mbrëm akuzoi se punët në qeveri nuk kanë shkuar mirë, duke nënvizuar heqjen e balanserit dhe mos sjelljen e ligjit për përfaqësim adekuat. Sot kur bisedon me qytetarin, ku do qoftë që të shkësh, fatkeqësisht tonë jemi pak ma keq se sa kur ishin ato të cilët ne i kemi kritiku 22 vjetë dhe vazhdoj të kritikoj. Punën më të madhe ne e kemi bë në momentin që e kemi sjell, ne e themi ndryshimin, po tash del se nuk qenë ka ndryshim. Nuk është ai ndryshim që e premtu. As shqiptarët nuk ndjehen më mirë, as qytetarët nuk ndjehen fatkeqësisht këtë them se pjesë e atij gabimit jemi edhe ne. Blerim Sejdiu, nënkryetar i lëvizjes Besa, është përgjigjur se është një fenomen i rrallë që të akuzosh qeverinë ku ke qenë pjesë e saj gati se një vit. Ti je ministër i një qeverie që sot e kundërshton vetveten. Domethënë ke ardhur në qeveri për të kundërshtuar vetveten dhe kjo vërtet është një fenomen dhe një talent i rrallë. Se për të ardhur në qeveri ta kundërshtosh vetveten është një talent i rrallë. Dhe ti duhet të jesh i përmbajtur edhe kur thua se nuk është ajo që është pritur, për arsye se në takimet tona të Vlen ka kërkuar më shumë se gjithë hisen politike. Tash kënde kërkon hise, kënde thua nuk jam i kënaqur, dhe kënde kërkon hise më shumë dhe prap delande thua nuk jam i kënaqur. Tani unë nuk e di cila pjesë është reale e zotnisë që e kemi pas në koalicion. Për këtë ai përgjegjësi për deklaratat do të jap vet, por deri sot nuk është parë nivel global të vijë ndonjë ministër në qeveri dhe të kritikojë vetveten. Ndërkaq reagoi edhe zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Duke ju drejtuar Taravarit, Mexhiti tha se në vend të ndryshimit sollesh gënjim dhe mashtrove çdo shqiptar që të ka mbështetur. Ti nuk e solle ndryshimin, ti e pengove ndryshimin, ti nuk po kthehesh tek populli, ti po kthehesh tek lista e zezë, ti nuk po e braktis qeverin, ti e tradhtove qeverin, ti nuk e përfaqëson frymën e antarësisë së Aleancës për Shqiptarët, ti e mashtrove antarësinë e ASH-s, ti nuk je heroi i kësaj historie, ti e dëshpërimi i çdo shqiptari intelektual apo i pa arsimuar, punëtor ose afarist, burr a grua, ti e zhgënjimi i secilit aktivist e simpatizant, i secilit shqiptar e shqiptare që votoi dhe e mbështeti ndryshimin. Vlen vazhdon rrugën e ndryshimit, reagoi zëvendës kryeministri Mexhiti. Taravari përmes një postimi në Facebook ka thumbuar zëvendës kryeministrin e parë Izet Mexhitin, duke nënvizuar se pushteti e verboi me shkëlqimin e tij. Të flasi për ndryshim një veteran, pensionisti BDI-s që u nda prej saj vetëm për konflikte interesi e që shumë shpejt pushteti e verboi me shkëlqimin e tij, është sa absurde po aq edhe qesharake. Të shkosh me ty është të paralizohesh, shkruan Taravari. Pas vendimit të Taravarit për t'u larguar nga qeveria, LSDM reagon duke theksuar se pushteti aktual sheh vetëm interesat personale. Sipas opozitës maqedonase, qeveria është jo funksionale dhe destruktive, ndërsa qytetarët nuk kanë kurfar dobije prej saj. Ndërkaq, VMRO-DPMNE-ja ka thirrur për sonte mbledhje të Komitetit Qendror. Deri më tani është përfolur se pas daljes së Taravarit nga qeveria, Ministrinë e Shëndetësisë mund ta merr VMRO-DPMNE-ja, kurse Ministrinë e Arsimit koalicioni Vlen. Çështjet të cilat Taravari një ditë më parë i përmendi si arsye për shkak të cilave gjoja se e lëshon qeverinë, nuk i ka përmendur asnjëherë në mbledhjet e qeverisë, kështu thon nga VMRO-DPMNE-ja. Sipas tyre, në vend të çështjeve etnike, Taravari është interesuar për tema të tjera.